Qof lëvduar Jezu Krishti, të dashur dëgjues të Radio Marisë të Kosovës. Si çdo mbrëmje dhe në këto qaste ju ftoj të lusim së bashku liturgjinë e orëve gjithësisht të mbrëmsoren. Sot është e shtunë, java e 10 gjatë vitit liturgjika, kurse psalmet i marrim nga java e 3 e psalterit. O hy më eja në ndihmë. O Zot, shpejto të më ndihmosh. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Aleluja. Himni. O Zot, krijues i të gjithave, drejtues në botë, që ditën e vesh me dritë të hishme, natën me hir të gjumit. Prehja gjymtyreve të këputura, tu kthej zellin e punës, të lehtësoj mendjet e lodhura, të heq gjemat nga shëruese. Fal ditës që kaloj e urateve në natë të re, ndihmo fajtorët me anë të premtimit, me këngë shpalosim himnin. Thellësisht të këndovë zemra, për ty zëri të kumboj, të dasht dëshira e pastër, ta dhuroft mendja e përkor. Kur errësira e madhe, me ne të mbuloj ditën, feja të mos njoh terrin, nga feja shkëlqeft nata. Na ruaj atë plot drejtësi dhe o bir baraz me atin, bashk me shpirtin ngushëllues, që një jetë të jetës je sundues. Amen. Antifona e parë. Që kur lind dielli e derisa perëndon, qoftë bekuar emri i Zotit. Psalmi 113. Lavdërojeni emrin e Zotit. Lavdërojeni shërbëtorët e Zotit, lavdërojeni emrin e Zotit. Qoftë bekuar emri i Zotit, qysh tash e deri në amshim. Që kur lind dielli e derisa perëndon, qoftë bekuar emri i Zotit. I madhërueshëm është Zoti mbi të gjithë popujt. Lavdia e tij i të kalon qiejt. Kush është si Zoti hyj ynë, që fronin e ka në lartësi, e nga lart vërtojnë qiellin e tokën. Nga pluhuri e ngres skamnorin, nga llomi e lartëson të vobektin, për ta vënë të ri me prinsat e popullit të vet. Ai bën të banoj beronja në shtëpitë e vet, nën fëmijësh të gëzueshme. Lavdiatit e birit e shpirtit shajt. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Që kur lind dielli e derisa perëndon, qoftë bekuar emri i Zotit. Antifona e dytë. Do ta ngrej gotën e shëlbimit e do të thërras emrin e Zotit. Psalmi 116. Falënderim në tempull. Besoj edhe atëherë kur më duhet të them, jam i pafat për së tepërmi, në hutimin tim kam thënë, Renacak është çdo njeri. Si do t'ja shpërblej Zotit për të gjitha të mirat që mi ka dhënë? Do të ngrej gotën e shëlbimit, e me nderim do të thras emrin e Zotit. Do t'i kryej kushtet e mia bër Zotit, në pranin e mbar popullit të tij, e çmueshme është para Zotit vdekja e shejtërve të tij. O Zot, unë jam shërbëtori yt dhe biri i shërbëtorës sate. Ti i këpute hekurat e mi. Ty do të ta kushtoj flin e lavdit, me nderim do të thras emrin e Zotit. Do t'i kryej kushtet e mia bër Zotit, në pranin e mbar popullit të tij, në oborrët e shtëpisë së Zotit, midis teje, o Jeruzalem.
Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë, si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. do ta ngre gotën e shëlbimit e do të thëras emrin e Zotit. Antifona e tretë. Jezusi e përuli vetveten deri në vdekje, prandaj hyi e lartësoi në lavdi. Kënga marrë nga letra drejtuar Filipianëve, kapitulli 2, rreshti 6 deri në 11. Krishti shërbëtori hyjt. Krishti Jezus, edhe pse me natyrë hy, Barazin e vet me të, nuk e çmoi si një visar që s'mundet pa të. por ja mohoi vetvetes, E mori natyrën e shërbëtorit dhe u bë ngjashëm me njerëz. dhe për kahpamja jashtme, Dukej vetëm njeri. e përuli vetveten duke u bërë i dëgjueshëm deri në vdekje. Mu deri në vdekje në kryq. Prandaj edhe hyi e lartësoi tezve, Dhe i dha emrin që është mbi çdo emër. që në emër të Jezusit të përkulet çdo gjuhë, I atyre që janë në qiell, në tokë e në nën tokë. dhe çdo gjuhë të dëshmoj. Jezu Krishti është Zot, në nder të hyrit atë, Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë, si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Jezusi e përuli vetveten deri në vdekje, prandaj hyi e lartësoi në lavdi. Leximi i shkurtër, marrë nga letra drejtuar Hebrejve, kapitulli 13, rreshti 20 deri në 21. Hyi, burim i paqes, që e nxorri lart nga të vdekurit me anë të gjakut të beslidhjes së amshuar, bariun e madh të dele, Zotin ton Jezusin, ju bëf të aftë për çdo vepër të mirë që ta kryeni vullnetin e tij. Ai bëf në ne çka atij i pëlqen, në për Jezu Krishtin, të cilin i qoftë lavdi në shekuj të shekujve. Amen. Përgjigjja e shkurtër. Sa të mëdha janë veprat e tua, o Zot, Sa të mëdha janë veprat e tua, o Zot, ti i bëre me mirësi dhe urti. veprat e tua, o Zot, Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë, sa të mëdha janë veprat e tua, o Zot. Kënga ungjillore Magnificat, antifona. Jezusi pati dhe mshuri për turmën, ishte e në përkëmbur dhe e lën pas dore, si delet pa bari. Kënga Virgjës së Lume, si pas Lukës ungjilltar kapitulli i parë, rreshti 46 deri në 55, lartësimi i shpirtit në Zotin. Shpirti im e madhëron Zotin, Shpirti im me hare i brohorit hyet shëlbuesit tim, sepse shikoj me pëlqim mbi shërbëtoren e vet të përvuajt. Qëse që tani të gjitha breznit do të më quajnë të lumtur, Sepse punë të mëdha bëri për mua hyi i gjithë pushtetshëm. I shajt është emri i tij, Mëshira e tij brezni më brezni. për ata që e druajnë. E tregoj fuqinë e krahut të vet.
I hodhi poshtë qëllimet e krenarëve. I rrëzoi prinsat prej froneve të tyre. E i lartësoi të përvuajturit. Me të mira i mbushi ata që s'kishin ç'të hanë. E të pasurit i nisi duar thatë. I ndihmoi Izraelit shërbëtorit të vet, Duke e sjell në mend mëshirën. si u apati premtuar etërve tanë. Në të mirën e Abrahamit e të pasardhësve të tij në amshëm. Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Jezusi pati dhe mshuri për turmën, ishte e në përkëmbur dhe e lën pas dore, si delet pa bari. Lutjet e besimtarve. Krishti tregoi mëshirë ndaj popullit të uritur dhe për të bëri vepra të mrekullueshme. Plot besim dhe përvujtëri ta lusim me përshpirtëri. Na e trego, o Zot, dashurinë tënde. O Zot, e pranojmë se të gjitha të mirat na vijnë prej Teje. Bëj që të mos kthehen te Ti të pafrytshme, por le të sjellin fryte shëlbimi. Na e trego, o Zot, dashurinë tënde. Ti që je drita dhe shpëtimi i të gjithë popujve. E ruaj dëshmitarët që i ke dërguar në për tërë botën. Ndizën e ta, zjarrin e shpirtit tënd. Na e trego, o Zot, dashurinë tënde. Bëj që të gjithë njerëzit të bashkëpunojnë për të formuar një botë të re, në përkim me aspiratat të lehtëshme të përparimit në drejtësi dhe paqe. Na e trego, o Zot, dashurinë tënde. Shërues i shpirtrave dhe trupave, shëroj të sëmurët dhe qëndro afër atyre që janë në çastin e vdekjes. Me mirësinë tënde, na mbush dhe na forco me dhuratën e dashurisë sate. Na e trego, o Zot, dashurinë tënde. Të vdekurit, emrat e të cilëve janë të shënuar në librin e jetës. Numëroj ndër të lumturit e tu. Na e trego, o Zot, dashurinë tënde. Ati ynë që e në qiell u shenjtrofte emrit, art mbretëria jote, u baft vullnesa jote si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na i jep sot, na i fal fajet tona, si falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijmë në tundim, por na liro nga i keqi. Amen. Të lutemi. O hy, fuqia atyre që shpresojnë në Ty, vështroj lutjet tona dhe pasi pandimen tënde, likështia njerëzore s'mund të bëj asgjë, na përtri vazhdimisht me hirin tënd, që në zbatim të urdhrave të Tua, të pëlqejmë Ty me vullnet të mirë e me veprim, në për Zotin ton Jezu Krishtin, birin tënd, që me Ty jeton e mbretëron në bashkim me Shpirtin Shenjtë Hy, për të gjithë shekuj të shekujve. Amen. Ta bekojmë Zotin. Falenderoj me hyin.